Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur përsëri në 25. Jemi me emisionin tonë të radhës për këtë javë që kemi përgatitur për juve. Mos harroni pra ta bëni subscribe kanalin tonë 25 e nuk po e zgjas më shumë. Vazhdoni të ndiqni intervistën se ndoshta është pak emision më i gjatë që kemi përgatitur, por këtë herë ta shohim se çka po na del. E vazhdoni të ndiqni intervistën. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranove të japësh një intervistë dhe të bashkëbisedojmë në kanalin tonë 25 në YouTube. Faleminderit shumë njëkohësisht edhe për shprehjen e interesimit që të vini dhe të bashkëbisedoni me mua. Është një kënaqësi dhe një nder i veçantë. E kisha parasysh këtë kur paraprakisht u dakorduam për ta realizuar këtë emisionin që ta bënim në studion tuaj televizive, por më pas ndryshuam mendje duke pasur parasysh thënien se në ambientet ku shtëpiake, gjithsesi në shtëpi atmosfera është më e përzemërt, më e ngrohtë, dhe këtë e kam parasysh thënien e Victor Hugo, i cili thotë që mikpritja është vërtet tek popujt bujarë, gjithsesi tek njerëzit bujarë, apo Andrea Gallo, i cili thotë mikpritje do thotë të ndërtosh ura dhe jo mure. Le të shërbej kjo mikpritje, gjithsesi kjo ardhje vizite juaj e ngrohtë në ndërtimin e mureve të bashkëpunimit. Ju pra, a mund të na tregoni pak një peizazh të karrierës saj, por edhe pemën familjare, se nga keni ardhur si familje, por edhe nga ajo e kaluara juaj, shkollimi juaj deri më sot? Sigurisht, paraprakisht isha para një 4-5 muajsh diku në një emision i ftuar dhe më vinte disi pak vështirë që të flisja për veten, sepse i bia sikurse të krekosemi apo të thurrim me lozhi lavë dhe vetvetes. Po megjithatë duhet të them trotë që nuk mund të jemi kjo që jemi, gjithsesi nuk mund të jam kjo që jam, pa mos e marrë parasysh të kaluarën. Ne me origjinë jemi nga Slupçani, i komunës Likovës, llogaritemi si familja, do të thotë njëra ndër familjet më të shkolluara në rajonin e komunës Kumanovës dhe të Likovës, mbas edhe më gjerë. Haprimi i parë i shkollimit ton familjar vjen nga një imam që kemi pasur, gjithsesi nga një hoxh i përndritur që ka qenë, Molla Sabri Ibrahimi, i cili ka qenë, do të thotë, shtytësi dhe nxitësi kryesor për tu shkolluar familja e jonë. Imagjinoni tash në ato vite kur ka mbizotruar obskurantizmi, terri, ku ka mbizotruar një fanatizëm i pashoq, ti të dalësh në cilësi të një kleri fetar, gjithsesi në cilësi të hoxhës, dhe të bësh thirrje për shkollim, për përndritje, për iluminim, mendoj se ka qenë me të vërtetë se sot është fare e leqe të flasësh për shkollime, mbasi edhe tërë ditën ju flet njerëzve për shkollime, po ndukush edhe mund të mos dëgjoj. Po absolutisht. Nuk marrin seriozisht. Nuk marrin seriozisht, mirë për në atë kohë që të marrësh guximin në cilësi të hoxhës dhe të bësh ftesë për shkollim, për përndritje, për iluminim, ka qenë me të vërtetë një sfidë shumë e madhe, dhe në bashkëbisedime që kemi bërë edhe me xhallarët, edhe me babin tim, edhe me gjithë kushërinjtë të cilët janë në një moshë pak më të shtyr, tregojnë se sa ka qenë e vështirë në atë kohë që të bëhet, që të lançohet një thirrje e tillë. Përpos Molla Sabriu, që është i njohur, do të thotë, në këto treva, për kontributin e tij, mandej si i burgosur në atë kohë nga ana e regjimit të asaj kohe, pikërisht për shkak të lëshimit të thirrjeve të tij në drejtim të shkollimit, sepse ka pasur një farë lloj kështu mëtimi, interesimi nga ana e pushtetit të monist që shqiptarët mos të shkollohen, mos të ngriten, mos të emancipohen. Ai faktikisht bie në burg dhe i kalon vite ullirit në atë kohë. Imagjinoni si hoxh. Përpos Molla Sabriut, një ndikim shumë të madh, do të thotë, në drejtim të ngritjes edukimit, për ngritjes intelektuale, ka pasur dhe një kontribut pashoq, ka pasur edhe Axha im, gjithsesi vllau i babait tim, profesori gjuhës shqipe që ka qenë, Fejm Ramadani, tashmë është i ndjerë gati 1 vjet e gjysmë,
ka dhënë një rol shumë të madh, fillimisht duke punuar me nxënësit, më pas me fëmijët e vet. Jo rastisht sot janë të shquar dhe të njohur gjithë fëmijët e tij. Mandej përveç kësaj, te unë personalisht ka ndiku edhe ajo bisedimi që e bëja me të në çdo takim. Zate ndonjëherë më shkonte edhe në nerva kur më pyeste cili është libri i fundit që e ke lexuar, çfarë flitet, tash sfida e radhës ishte sepse vallë dysheke që mos po e gënjen vetëm titullin e librit, në kampanin e tij. Sigurisht. Hajde për çfarë flitet, çfarë trajtese bën autori, cili është mesazhi, cila është tematika. Dhe ka pas një ndikim shumë të madh, më thotë, në këtë drejtim. Mes tjerash, përpos Axhës Fejm Ramadanit ka pasur ndikim edhe Axha im Naim Ibrahimi, një ish i persekutuar i sistemit, një njeri i cili mund ta quaj lirisht që ka qenë pishtari i arsimit dhe një kontribues jashtëzakonisht i madh në drejtim të iluminimit, arsimimit të gjeneratave, jo rastisht i burgosur dhe i persekutuar nga pushteti monist, pra e shifni njëkohësisht gjithë ata që kanë mëtuar në një drejtim në ngritje të vetdijes apo në ngritje të arsimimit, të edukimit të brezave, kanë qenë halë në sy për pushtetin dhe janë burgosur. Këtu nuk duhet harruar rolin e Axhës Naim Ibrahimi, i cili edhe ai është i ndjerë. Përveç saj pema familjare është shumë e rëndësishme se në mesin e familjes tonë kemi do të thotë përveç profesorëve të parë, të cilët si përmenda të dy axhallarët e mi dhe djali Axhës babës tim, Faik Ibrahimi, profesor i gjuhës frenge, dhe prej aty edhe na buron edhe kjo dashuria për gjuhën frenge. Mes tjerash është edhe, pse më them, është edhe kontribut fare i madh i babit tim, i cili është profesor i edukatës fizike, po mes tjerash ka bërë edhe studimet e juridikut për 3 vite me radhë, po për shkak të burgosjes së Axhës në atë kohë ka qenë i detyruar që të ndërpres studimet e juridikut, edhe ne sfidat e asaj kohe kanë qenë shumë të mëdha dhe të vështira. Kemi në mesin tonë po ashtu edhe figura të shquara si përmenda pak më parë këta djemtë e Axhës, të cilët janë, njëri është mjek shumë i njohur në nivel botror, është Florin Ramadani, është traumatolog ortoped, është Argjend Ramadani që është profesor në Universitetin e Sangalenit, vllavit i tyre, po ashtu vajzat e Axhës, vajzat e Naimit, të cilët janë, do të thotë, mjeke që kanë arritur, mes tjerash, njëra është juriste, djali i tij që është shkrimtar shumë, autor i njohur i disa librave, Arbeni. Kemi në mesin tonë edhe një figurë të ndrytur që çdo herë që shkojnë në Kosovë apo në Shqipëri më shumë e vlerësojnë atje se sa mbase këtu apo edhe ndoshta edhe në lagjen tonë. Ndoshta na edhe nuk i njohim. Sigurisht ndoshta edhe nuk i njohim, edhe është fatkeqësi e madhe kjo pse si njohim, kjo mund vije si pasojë asaj që nuk jemi të vetëdijshëm që kemi figura shumë shquara këtu, apo si pasojë asaj që ndoshta edhe ata figura shquara ndonjëherë kanë rënë peng i asaj se duhet të jenë të pranishëm vetëm në rrethe më të mëdha. Fillimisht do të duhet të bëhemi të njohur në nivel lokal, më tutje më pas të përçapemi drejt rrugtimeve tjera. Pra është në aso pa një autori disa dhjetra librave, mbase nuk e di edhe sa libra mund t'i ketë. Aktualisht jam duke lexuar librin e tij Trinomi postmodern letrar shqiptar, që është një vepër më e fundit e tij. Është me të vërtetë i pazëvendësueshëm në fushën e penës, është krenari dhe kënaqësi që ta kemi pjesë e familjes. Po ashtu aty në mesin e kësaj familje kemi profesora të gjuhës frenge, kemi do të thotë magjistra, kemi doktora, por mbi gjithë do të thotë ajo që ka ndikuar më së tepërmi kanë qenë baba dhe nana. Gjithsesi nëna ka punuar pak më tepër me mua dhe me dy vëllezërit e mi, sepse çdo herë nënat janë ata që japin kontributin më të madh dhe i përjetojnë ata sfidat më të mëdha me fëmijë, posaçërisht çapkën kur janë ta fëmijët. Unë kam qenë paksa problematik si fëmijë dhe ajo ka hequr zite ullirit e gjora ndonjëherë me mbinë se duhet të ndaloj me këtë temperamentin tim sanguin që kisha edhe me këtë impulsivitetin. Marrësh lexosh dhe shpeshherë edhe i shihja edhe nonën me libër në dorë. Për shembull, kur e kam parë që mbante në dorë librin e Veroria të Recep Hoxhës, ajo më pas më ka treguar që atë libër e kishte pas lexuar moti komu përpara, pa e mbante thjesht në mënyrë që të na ftonte neve që të lexonim.
apo lugjet e verdha të Recep Hoxhës. Pra të krijoj një kulturë të leximit. Sigurisht të krijoj këtë shprehjen e leximit. Më kujtohet po ashtu edhe babi ku vinte zakonisht prej punës, punonte si profesor i edukatës fizike në shkollën fillore Benam Shabani, vinte me libra në dorë komplete që i botonte në atë ku rilinja i bene në për shkolla këtu, po ashtu Dizollonjët e vogëla, Gjamil Guranjaku, mandej më kujtohen librat e Naim Frashërit, Rifat Kukaj, Vebi Kukaj, e kështu me radhë, Hans Christian Anderseni, libra të shumt. E për shku deri tek këta autorë që janë ndoshta edhe më të njohur, Sami Frashëri, Naim Frashëri, e kështu me radhë. Pra thjesht duhet thënë troç, nuk duhet absolutisht nguruar për ta thënë që leximi është shprehi. Krijohet. Edhe përveç asaj ndikon kushdo qoftë, pak apo shumë, familjari, mund ndikojë ndonjë shok, mund ndikojë ndonjë mik. Andaj edhe ndikon edhe libri. Ndikon edhe libri vet, po për ta lexuar atë libër dikush duhet të të bindë që duhet ta marrësh ta lexosh. Tash ne e shohim që jemi në një epokë pak më ku librit mos them që i ka ra vlera, se vlera asnjëherë nuk i bie librit, por disi është dhënë pak më shumë përparësi rrjeteve sociale, ChatGPT-s e kështu me radhë, po mendojmë që krejt këto alate që janë mjete vegla mu do ta zëvendësojnë librin. Jo, këto mund të jenë në drejtim të shërbejnë në drejtim të përndritjes tonë apo përmirësimit tonë, po nuk mund absolutisht të jenë zëvendësuese të librit, janë plotësuese, asnjëherë zëvendësuese. Pra thjesht kjo është pema familjare nga ana e babait tim, po ashtu edhe nga ana e nënës time, kam edhe 2 tezet, të cilën njëra është profesoreshe njohore e biologjisë dhe tjetra është mësuese, tash janë pensionere, të gjitha, po ashtu edhe nëna ime, edhe pse nuk ka mund me ushtru profesionin e mësuesisë për shkak të sfidave tash të asaj kohe fanatizmit shumë të madh që kanë bizotruar, po sot çështi i vetë nga ky rajon i njëjtë dhe e din, nuk ka mund të ushtroj shumë gjatë një periudhë shumë shkurt fare, ka punuar edhe mbasi i ka mbetur edhe zhik, ajo sepse nuk ka mund që ta ushtroj siç duhet profesionin, sepse secili njeri ka ambicjet e tij, por thash ndonjëherë njeriu është produkt i rrethanave dhe vështirë që mund të ndryshojë diçka nga kjo. Po të pjesa e shkollimit, pra si krijet, si vendoset se dhe një frëngjisht e magjistraturët e këto. Është interesant dhe ai se unë kam qenë pa ta përgjithë nxënës i dalluar i shkollës fillore në atë kohë, mareshali Tito në Opaj. Tash fatkeqësisht i mbante emrin e këtij mareshali të njohur, i cili mbase nuk është i shquar shumë për të bërë atë ti ndaj shqiptarëve. Por ashtu në atë ku ekzistonte vëllazërim bashkimi dhe shkolla e Opaj se mbante emrin mareshali Tito së bashku me shkollën e Llopatit. Edhe unë pa ta përzier nxënës i dalluar edhe i klasës Ult, ciklit të Ult, po edhe kur e mbaruam shkollën fillore. Shestimi im, qëllimi im ishte që të regjistrohesha në mjeksi. Baba im donte që ti përkushtoheshim mjekësisë. Dhe unë jam regjistruar në drejtimin e matematikon natyror në gjimnaz në atë kohë, në shkollën e mesme gjimnazin Goce Dellçe, me rezultate shumë të larta, do të thotë 100% i bata se atëherë kishte provim pranues në gjuhë shqipe, në matematikë dhe mirë është e parasysh suksesi i shkollës fillore, po. Dhe unë ju përvesha punës që të studioja mjeksi. Isha shumë i mirë në landët shkencore, në biologji, matematikë, në shkencat shtu eksakte, natyrore. Mirë po në vitin e 3, duke qenë në gjimnaz, vije një projekt prej ambasadës së Francës. Gjithsesi një projekt bilingual ku mëtoheshte të hapeshin paralele dy gjuhëshe, të cilët do të mësonin tek pjesa maqedone frëngjisht dhe maqedonisht, tek pjesa shqiptare shqip dhe frëngjisht. Unë u pranova që të regjistrohem thjesht nga ajo se e donim gjuhën frenge, thash në familjen tonë kultivonim ndjenja të frankofonisë, lexoheshin autorë francez, Gavroche, Victor Hugo, do të thotë unë në klasë të 3 e kam lexuar. Dhe përveç kësaj më erdhi interesant ashtu
futëm një aventure të re në vitin e 30, fare 17 vjeçar duke qenë, dhe ju kyça një projekti të loznim një pjesë teatrale nga Alfred Jarry. Në atë kohë quhej, do të thotë, grupa jon, trupa jon teatrale Voyage, që përbeshte nga inicialet e para të emrave ku përfshihesha unë, një Valon prej Llojanit, po ashtu ishte edhe kushërira ime Arta, dhe mes tjerash ishin edhe Tre Maqedonas, që ishte trup kështu teatrale përbashkë Tre Maqedonas, Tre Shqiptar, nga Igori, Elena dhe nga, nuk më kujtohet, më duket që Ivana ka qenë në ajo tjetër. Dhe ne ju përveshëm punës që të luanim pjesën teatrale të Alfred Jarrys, Ybi Roi. Gjithsesht mbreti Ybi, unë isha mbreti Ybi, dhe arritëm aq bukur që ta mësonim këtë dramë, ta lunim tekstin të tërin, sa që arritëm ta merrim vendin e parë më 28 prill të vitit 2001. Imagjino vetëm 3-4 ditë para fillimit të konfliktit të vitit 2001, të luftës të vitit 2001, sepse terminologjia botërore e njeh si konflikt, por ne duhet ta quajmë luftë sepse luftë ka qenë. Me aq shumë viktima dhe me aq shumë zjarr që është hudhur, do të thotë vetëm në fshatin Slupçan ajo është më shumë se luftë bile. Edhe në 28 prill e morëm vendin e parë. Dhe më njëherë na erdhi, do të thotë, prej ambasadës së Francës dhe prej lektorit francez Morvan Benoit, është quajtur ai, është ende, do të thotë, aktiv, është nga San Maloja diku në pjesën e Bretanjës, andej ka Franca, pjesa perëndimore. Një profesor shumë i përkushtuar, me cilën kemi edhe sot raporte kështu të mira në rrjetet sociale, komunikojmë. Ka qenë profesor shumë i mirë dhe ka punuar tepër pa mos pasur këto ngarkesat, thjesht nxënësin e shikonte si nxënës. Edhe mes tjerash ne ju përveshëm punës, fituam vendin e parë, mandej morëm ftesën për të shkuar në Bullgari për të luajtur në teatrin frankofon bullgar. Me datën 1 maj ne jemi nisur për të shkuar atje, me 2 maj kemi arritur. Imagjinoni tash në 2 maj ne këtu në fshatin Slupçan në shfaq zona e Linë, me 2 maj ishim atje dhe nuk ishim në atë kohë rrjete sociale, nuk ishim telefona celular, mobil që të flisnim. Por me 3 maj, më njëherë pasi e luajtëm atë pjesën teatrale dhe ishim të shquar, gjithsesi e morëm vendin e parë edhe atje. Morëm vesh që ka filluar një konflikt këtu, një luftë në Maqedoninë e asaj kohe, gjithsesi në rajonin e komunës Likovës, dhe imazhet i kishim të qarta se prej nga vinin, ndaj në shumë proteste nuk pranuam që të vazhdonim më tutje të tre shqiptarët që ishim, nuk pranuam që vazhdonim më tutje të ishim pjesë e atij pritjes e ceremonisë, dhe me thënë drejtën u shkërmoq ajo maqineria e tëre që ishte vënë në lëvizje, gjithsesi e jonja trupës teatrale, dhe ne për shkaqe të sigurisë morën instruksione nga ambasada e Francës në atë kohë, ai lektori francez, nuk mundeshim të na kthenin sepse ishim në një moshë paksa të ndyer dhe frigoheshim, mos këtu do të na bënin problem në kufi. Dhe u detyruam që të iknim në Republikën e Turqisë, në Stamboll, tek familjarët, të cilët arrita që t'i zbulojishin tërë kushërit të nanës, dajallarët mi, do të thotë, se një pjesë, shumica e pjesës familjare të nënës time është në Turqi, në Bayrampash të Stambollit dhe në Kyçur Çekmexhe, dhe ishte një mundësi e mirë për të shkuar atje dhe për të zbuluar një kulturë tjetër, për të mësu paksa dhe gjuhën turke, aty kam pasur rastin që të bëj haprimin e parë në drejtim mësimit të gjuhës turke, edhe mes tjerash ishte një mundësi e mirë për mu njohurt me familjarët, dhe për të parë dhe të thëtë se si jetohet atje. Ka pas ndikim shumë madh, do të thotë, ai qëndrim atje, sepse edhe i ndihmoja edhe dajallarëve në punët e tyre që kishin një firmë të çantave, ata janë shkuar atje në shqiptarët tonë që kanë shkuar në Turqi, që janë dëbuar, do të thotë, nga këtu, nga politikat e caktuara të regjimeve të ndryshme, po kanë hapur firma atje, janë treguar suksesshëm. Përvoja ime e parë ka qenë si punëtor çanta. Më pasi u ktheva prej atje, vazhdova vitin e 4, përfunduam vitin e 4 dhe më pas na shpërblyen muajin maj të vitit 2002, kërkoj ndjes në muajin mars të vitit 2002, na shpërblyen me një udhëtim në Francë, në Bretanjë të Francës, në Rennes.
Atje kemi marrur vendin e dytë në gara teatrale dhe u pata përzgjedhur aktor më i miri i trupës teatrale. Dhe ishte një mundësi e mirë për s'parier për të njohur me botën frankofone, të thotë për së gjalli. Ishin vendosura në familje mikpritse. Kisha fatin që pata rate një familje shumë e mirë, se jam shumë mirë njohës. Edhe sot e kësaj dite i mbaj raportet me atë familje. Christine Morion, zonja ka qenë, e cila më konsideronte si djalin, si birin e saj, dhe vajza e saj Filipa Morion, me të cilën kishim 2 vite dallim dhe me të cilën krijuam një raport shumë të mirë. Dhe atë raport e shfryzova më pas për të shkuar në muajin maj, fill pas mbarimit maturës, për të shkuar atje dhe për të punu diçka në drejtim të përfitimit diçka material, financiar, sepse posa kishim dalur nga lufta dhe ishim të sfilitur në aspektin financiar. Edhe më duheshte të kem argent de poche, i thonë frëngjisht, para xhepi në mënyrë që të mund të nisja studimet. Edhe unë aty rash edhe në dashuri me gjuhën frenge. Dhe vendimin e bëra ad hoc, aty për atyshëm, tash do të studioj gjuhën frenge sepse më intrigoi dhe më tërhoqi gjuha frenge, kultura franceze. Edhe mes tjerash, posa u ktheva nga Franca, u regjistrova në Universitetin e Europës Juglindore, ishte katedra departamenti që funksiononte i gjuhës frenge, dhe u kyqa në Universitetin e Europës Juglindore aty në këtë fakultetin e gjuhës frenge, dhe me të vërtetë ja kemi kaluar shumë mirë për shkak se kemi pasur profesor që ishin ose francez ose frankofon nga Belgjika, nga Zvicra e kështu me radhë, dhe ishte një mundësi e mirë për të praktikuar gjuhën. Sepse jemi sinqert, gjuha nuk mund të mësohet nëse, po sigurisht. Duhet të kesh bashkëbisedim, ajo që quhet konversacion, bashkëbisedim. Edhe kisha fatin, do të thotë, u zgjodha, do të thotë, me rezultate të larta në studime, u dallova dhe në vitin e tretë, duke qenë në studimin e vitin e tretë në departamentin e frëngjishtës, më ftuan në punë në gjimnast Kumanovës. S'kishte profesorat të gjuhës frenge për publikun shqiptar dhe unë fare i ri, do të thotë, sa vite kam pas nuk i pata mbush 20 vjeçar fare kam qenë, se më herët kemi në shkollë dhe hyra profesori i gjuhës frenge 20 vjeçar në gjimnast. Tash nxënësit gjithë më njenin se unë kur i kam qenë viti i 4 në gjimnast, maturantat dhe ishin viti i parë, po. Edhe kam kaluar shumë mirë, i shpërvoj shumë e mirë, sepse dihet që i mësoja në universitet nga profesorët ose vendor lokal ose të huaj, i praktikoja në gjimnaz. Dhe kësaj mbolla një farë lloj dashurie ndaj gjuhës frenge, edhe tek nxënësit shqiptar, dhe mes tjerash kemi kalu shumë mirë. Për 2 vite me radhë kam punuar atje në gjimnaz, duke qenë viti i 3 në studime dhe viti i 4 në studime. Është me rëndësi të theksoj se duke qenë në vitin e 3 në studime e fitova një qëndrim në nga Parlamenti Frankofonit të Rive në Bruxelles, përfaqësoja Maqedoninë, ishim një shqiptar dhe një maqedonase në atë kohë, unë në cilësi të shqiptarit e fitova të drejtën përmes një projekti mbi pjesëmarrjen e të rive në jetën politike. Dhe ajo u propozua më vonë si rezolut në kuadër të Asamblesë Parlamentare Frankofone dhe u shpërbleva me diplomin njoja nga ana e zotrit Bernard Patrina atë kohë. Ishte përvojë shumë e mirë, të rinj nga e mbar bota, që ndanin vlerat frankofone, civilizimin francez e frankofon, cilën do të krijuam edhe shoqëri, bënim debate të ndryshme dhe mbi gjithë qëllimi insistonim që të merrnim pjesë aktivisht të rinj në jetën politike, sepse rinia është motori i çdo shoqërie. Rinia është motori i çdo shoqërie dhe andaj duhet pasur parasysh këtë dhe duhet punuar në këtë drejtim që të sensibilizohet dhe të ngritet sa më shumë rinia dhe t'ju jepet mundësi rinisë që të marrë pjesë. T'ju hapet rruga, sigurisht. Pasi përfundova vitin e 4 të studimeve, u zgjodha student i dalluar gjeneratës në atë kohë dhe më propozuan që të punësohesha në Universitetin e Evropës Juglindore, u punësova si lektor profesor i gjuhës frënge dhe isha fare i ri, më i riu atje në universitet, 23 vjeçar. Më pas unë praktisa, do të thotë gjimnazin, do punësoha në universitet, orët që i kisha në gjimnazi mori bashortja ime, me të cilën ishim të fejuar në atë kohë dhe ajo është frankofone. Dhe kësaj aprova drejt një bote krejtësisht pjetër, bota universitare,
që me të vërtet ishte sfidë në vete, por të punoje me studentë që ishin moshës time, disa e shumë edhe syresh më të vjetër se unë, ishte kënaqësi, e më të rinje, të reja, kuptohet, ishte një përvojë shumë e mirë. 3 vite pasi punova në Universitetin e Shtulit, në Universitetin e Evropës Juglindore, unë mbyll katedra e gjuhës frenge, nuk ishte student të interesuar, me që edhe pak një farë lloj ngërçi në bashkëpunimin mes ambasadës dhe Universitetit të Evropës Juglindore për atë kohë flas, edhe mes tjerash mandej unë mbyll katedra dhe unë kalova mbahesha me këto lëndët zgjedhore që ishin në kuadër të fakulteteve të ndryshme, juridiko, administrata publike, shkencat kompjuterike, që për zgjadhnin frëngjishën si lëndë zgjedhore. Edhe mandej u eliminua dhe kjo mundësi, sepse lëndët zgjedhore krijoheshin nga ana e fakulteteve për të krijuar të punësuarve stafit, dhe ata e hoqën frëngjishën, dhe unë kalova si sekretari i Fakultetit të Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit. Ka qenë një përvojë shumë e mirë, sepse punonim në atë kohë me profesorin Vebi Bexheti që ishte dekan dhe unë isha sekretari i fakultetit dhe gjithçka ndanim së bashku me organigramën e fakultetit. Lënë theksoj se kam dhënë në Universitetin e Evropës Juglindore dhe lënë civilizimin francez, kam ndihmuar edhe profesorin akademikun Luan Starova në atë kohë, i ndjerit tash që është një autor i rryer dhe i njohur nëpër masa ndërkombëtare. Ai legjeronte lëndën e letërsisë franceze dhe shpeshherë më angazhonte ku nuk mundej për shkak të moshës të vinte të mbante mbaja orët e tij dhe më dha një përvojë shumë të madhe në drejtim të admirimit dhe valorizimit të letërsisë franceze. Dhe kështu do të thotë pas punësimit si sekretar fakulteti vazhdova për 2-3 vite me radhë. Më pas braktisa universitetin për shkak të rrugës, sepse duheshte të shkoja rregullisht prej Kumanovës atje në Tetov, në diku 100 kilometra prej shtëpisë vinin deri atje vajtje arje dhe fillova të ndjem pak sajlor, sepse edhe këtu vetëm se kishim fëmijën e parë dhe fëmia kishte nevojë që të shifte edhe babën a prindin dhe ju përkushtova përkthimit, fushës së përkthimit. Dua të theksoj se që nga viti 2006 jam ndër përkthyeste e parë që më njëherë jam certifikuar si përkthyes. Vazhdova të progresoja në drejtimin të përparoja në fushën e përkthimit, sepse përkthimi është një zanat që vazhdimisht përmirësohet. Fillova në dokumente administrative, dokumente të ndryshme me përkthy dhe kjo më pasuroi vokabularin, fjalorin tim. Mes tjera është ndiqja edhe seminare të ndryshme, gjithsesi trajnime, sepse trajnimi, gjithsesi edukimi jo formal është shumë i rëndësishëm. Një gjë që nuk kushtoj mjaftueshëm rëndësi. Është edukimi formal, universitar, këto po, për edukimi do të thotë trajnimet janë, do të thotë një shkollim në vete. Dhe ndiqja seminare gjithsesi trajnimin te shkolla politike në Tereza. Mandej në vitin 2012 shkuam në Këshillin e Evropës në Strasburg, ku pata mbajt një fjalim të shkëlqyer në gjuhë frënge, pat llogaritsi i shkëlqyer, ose unë tash e them. Fjalimi ka qenë në drejtim të rolit të mediave, në drejtim të demokratizimit të shoqërisë dhe në drejtim të ngritjes sensibilizimit të shoqërisë. Në gjuhë frënge pata mbajtur atë fjalim, ka qenë shumë i mirë, ishte një përvojë shumë e mirë. Më pas, do të thotë, pas si përfunduam ciklin e ligjëratave gjithsesisht qëndrimin atje në Strasburg, ju kyça një trajnimi gjithsesisht një ofertë shumë e mirë që e padon Friedrich Ebert, Akademia Politike për edukim në socialdemokraci, në demokracinë sociale. Ishte shumë e mirë, ndiqim seminare ndryshme këtu në gjuhë angleze dhe në gjuhë maqedone, më pas kishte edhe ligjërues shqiptar që vinin ligjëronin, do të thotë, por në gjuhë maqedone ose në angleze. Dhe më pas u përzgjodha pasi e përfunduam munda diploma cum laude, do të thotë që i bie me lavdrata më të larta prej grupit, ishte përvojë shumë e mirë. Ku mësonin, do të thotë, se cili është roli i shoqërisë në drejtim të ndikimit të krijimit politikave publike, elitat, cili është roli i elitave, elitat kanë një rol shumë të madh. Mandej duhet të jetë demokracia dhe pushteti, të jenë, do të thotë,
jo përjashtues, por pranues e kështu me radhë. Ka qenë do të thotë një përvojë shumë e mirë dhe ky është do të thotë ECEA-ku deri në vitin 2013. Në vitin 2014 fitova të drejtën të shkoja në Universitetin e Caenit në Normandi, që të merrja një bursë, dhe atje do të thotë më kriju një pistë mirë e bashkëpunimit. Më kujtohet ishte ligjërata që u mbajt 4 lirit. Liria si koncept në Ballkanun e kam pasur një punim timin që u pat vlerësu shumë lart. Dhe në vitin 2015 në po të njëjtin universitet isha në atë kohë mora dhe shkuam së bashku me bashkëshortën. Pata marrë një temë shumë interesante, Ballkani dhe politizimi i gjithçkaje në Ballkan. Koncepti Ballkanës, pse politika në Ballkan është ndonjëherë me një performim shumë të vrasht, pse ndonjëherë del sigurisht çka dallon, pse shpesh në Ballkan politika kundrohet, perceptohet në logjikën e shmitiane mik-armik, edhe shumë mirë kemi pas kaluar, kishim mundësi që të vizitojmë edhe atë manastirin e famshëm të njohur Mont Saint-Michel që quhet, që është në mes Bretanjës dhe Normandisë, gjithsesi në Normandi, dhe aty do të thotë vetëm shkonim duke i zgjeruar njohurit, pasionin, dashurinë për gjuhën frange. Në vitin 2015 për shkak se kishte një farë lloj apatie shoqërore në Maqedoni, punësoheshin në kuadro partijake, të politizume, unë me që kritikoja pushtetin, shkruaja, jo profesionale, kritikoja, do të thotë kritikoja aty ku duhesh të kritikohet, jo vetëm thjesht sepse duhesh të japësh kritikë, se kritika në thelb është vlerësim. Edhe unë kritikoja gjërat të cilat më dukeshin këndvështrimin tim që nuk shkonin për sëmbari, elitën politike të asaj kohe. Dhe me një farë forme kishte një farë lloj penalizimi dhe paguaja çmimin për këtë që kritikoja. Në kohën kur filluan që të merrnin të shpërbleshin me poste ofiqe në zonë studentë dhe të mi, unë faktikisht e kisha pak të vështirë që të kyçesha miresha me përkthime, miresha me punë të ndryshme, trajnime e kështu me radhë, mirë, po të gjej një punë permanente ishte me të vërtet një lirisht mund ta quaj ishte si ajo vështirësia e Prometeut, edhe po kjo të bën vuajtje si fuqi mund të shërbejë, vuajtja shërben si fuqi. Dhe shndrova këtë në 2015 vendosa që ndoshta të shkoja në Francë. Por është interesant fakti se në momentin e zbritjes varkimit prej Francës këtu në Maqedoni, më bën telefon kushërirja ime e cila ishte punësuar në institutin francez. Tash është e martuar dhe është në Francë, dhe ajo është magjistre dhe është shumë e njohur, Orta Ibrahimi, edhe më thotë Ardian është hapur një konkurs në ambasadë në misionin ushtarak, thotë shiqo aplikon ndoshta mund të marrin. Dhe unë aplikova, 22 veta na ishim aty të cilët aplikuam, në përzgjodhen 3 më të mirë. Ishte një farë lloj testi, do thotë për të na parë se ta 3 janë të mirë, po do i fusim në një test épreuve që quhet frëngjisht, plus suplementare shtesë, dhe unë u përzgjodha më i mirë. Aty më ndihmoi kjo që e kisha gjuhën shqipe, gjuhën anëtare, por njëkohësisht edhe që njihja edhe gjuhën frenge, gjuhën maqedone, gjuhën angleze dhe pak turqisht. Mesjerash personi që më angazhoi në misionin ushtarak, se u angazhova si përkthyes i misionit ushtarak, ka qenë një kolonel i ushtrisë franceze, Aleksandr Noel, i cili është indjer, i cili më tha vlerësova gjithë këto që si përmenda, po megjithatë edhe aspektin korporel, trupor, tha, sepse tha të shija se je sportiv dhe ajo që je familjar, se pata shkruar në aplikim që jam baba i 2 fëmijëve plus që jam i martuar, zakonisht disa që aplikonin aty divorcuar, andaj këni tash jashtë kësaj nuk du secili ka arsyet e veta sepse ka marrë atë, po i kishte pëlqyer kjo që isha njëri familjar. Edhe u kyça në ambasadën e Francës, dhe deri në vitin 2017 kam punuar në misionin ushtarak, ku i kemi udhëheqë edhe këto ceremonitë ku nderoheshin luftarët francezë të luftës së parë botërore, kemi edhe varrezat franceze që janë në manaster më të mëdhajat, pas atyre në Selanik, më të mëdhajat në rajon, dhe po ashtu edhe varrezat franceze që janë në Shkup.
përfshinin këtë frontin e lindjen, front d'Orient që i thonë në gjuhën frenge, edhe ishte një përvojë shumë e mirë, gjuhën do të thotë e perfeksionova aty në punë në ambasadë, por në vitin 2017 u mbyll misioni ushtarak. Udhëhiqje misioni ushtarak u vendos që të udhëhiqej prej Tiranës. Ndërka deri në vitin 2017 ne udhëheqnim do të thotë prej këtuj, si dhe edhe udhëheqnim edhe për Bullgari. Ishte jo rezident misioni ushtarak, edhe për Bullgarinë dhe shpesh shkonim në Varna dhe në Plovdiv të Bullgarisë me misionin ushtarak, me atashehun ushtarak gjësisht dhe zëvencin e tij, se 3 veta përbëheshte, prej 3 vetave përbëheshte ekipi. Dhe në 2017 gjithsesi para fillimit të 2017-s vi ambasador në Republikën e Maqedonisë në asaj kohë Kristian Timonier. Një njeri i njohur shumë dhe një njeri shumë aktiv. Nuk kam takuar njeri më të thellë dhe më të lexueshëm se Kristian Timonier, i cili tashi rishtasi është nominuar ambasador i Francës në Republikën e Kinës, popullore të Kinës. Të përzgjedhësh të shkosh atje të bësh ambasador, duhet të jesh vërtet i ditur dhe i kualifikuar, sepse përzgjedhja e diplomatëve në Francë ka me të vërtet një kriter shumë të rreth. Nuk është përmes lidhjeve politike dhe partijake apo klanore. Edhe ai erdhi këtu në Maqedoni dhe mes tjerash më filloi të më angazhoj si përkthyes për gjuhë shqipe në takimet me politikanët shqiptar, gjithsesi me kryetarin e BDI-s, Ali Ahmetin, me kryetarin e PD-s, Mendu Thaçin. Në atë kohë ishte edhe kjo lëvizje për reforma e Zerdin Selës, po. Dhe po ashtu ishte edhe Partia Besa pa dalur në skenë, Bilal Kasani. Po. Edhe fillova të marr një përvojë shumë të mirë përmes përkthimeve, mes tjerash edhe që takohesh do të thotë me njerëzit të cilët krijonin politikat shqiptare këtu në Maqedoni dhe Eriot, ishte një privilegj. Kjo punë më ka ndihmuar shumë në drejtim edhe të krijimit të lidhjeve, normalisht në krijimin edhe të miqësisë me njerëz të ndryshëm, po ka qenë vendimtare ky hapi ambasadorit Timonier, sepse misioni ushtarak u mbyll dhe në momentin kur fillova të dëshpërohem, u mbyll çfarë do bëja, mu hap një portë edhe më e mirë e përkthimit në kabinetin e tij dhe mes tjerash më angazhoj që të jem kujdestar përgjegjës për gjuhën shqipe në ambasadën e Francës dhe në institutin francez. Vlen të theksohet se që në mars të 2017-s kam qenë personi, do të thotë kryesor që e kam bindur ambasadorin Timonier që postimet në sajtin e ambasadës të shkojnë dhe në rrjetet sociale të shkojnë në 3 gjuhë. Frëngjisht, maqedonisht, shqip. A gjuha shqipen absolutisht se nuk u pat zyrtarizuar në 2018-ën, po u pat avancuar në përdorim. Pra 2017-ën do ja them këtë sepse kjo do mbetet edhe si fakt. Unë kam qenë personi që e kam bindur Timonien në rezidencën e Francës dhe më kujtohet ka qenë muaji i mars se patëm shpërblyer, dekoruar kryetaren e Tetovës asaj kohe, zonjën Teuta Arifi, me një dekorat franceze dhe në momentin që donin ta publikonin tekstin në gjuhën frënge dhe maqedone, thash pritni pak. Pse mos fillojmë thash të nxjerrim publikime edhe në shqip? Me që po përkthejmë shqip, pse tash mos nxjerrim në shqip? Mandej e mora faktin tash në Kosovë 5% e serbëve gjuha zyrtare tash është edhe serbisha në mes të Drenicës, aty ku janë bërë krimet më të mëdha, pse mos të nxjerrin në shqip? Dhe këtu hasa në mirë kuptimin, jam falënderues ambasadorit Timonier, në rregull thardh janë ta ti do përkujdesesh për shqipen. Misioni ushtarak u mbyllun kalova te ambasadori. Dhe mes tjerash ai më dha edhe mision që të përkujdesesha për gjuhën shqipe edhe në sajtin e institutit francez. Dhe sot e kësaj dite vazhdoj që ti mirëmbaj. Mes tjerash më dha edhe një mundësi që të punoja si profesor trajnues i këtyre gjykatësve dhe prokurorëve, që nga 2017 nga muaji shtator jam edhe trajnues profesor i Akademisë së Gjykatësve dhe Prokurorëve të Maqedonisë, ku i trajnoj në gjuhë shqipe, sepse ka një memorandum bashkëpunimi në mes të ambasadës së Francës, gjithsesi shkollës së magjistraturës quhet në Francë, École de Magistrature dhe Akademisë së Gjykatësve dhe Prokurorëve, edhe mes tjerash i trajnojmë në frëngjisht, mandej më dhanë orë të gjuhës frënge edhe në Ministrinë e Drejtësisë, i trajnoj edhe sot e kësaj dite, edhe prokuror gjykatës, grupe ndryshme, edhe Ministrisë Drejtësisë, si dhe të Agjencisë Zbulimit.
Tashi do të thotë Agjencia Franceze e Zbulimit, Agjencia e Maqedonisë e Zbulimit e ndërpren bashkëpunimin, nuk e di kanë arsyet e tyre dhe deri në muajin dhjetor të 2024 unë i kam trajnuar, do të thotë institucione të ndryshme. Ka pasur kandidatë edhe nga Ministria e Mbrojtjes që kam trajnuar. Njëri prej tyre është tash atashe i ambasadës së Maqedonisë në Paris dhe është tepër mirënjohës punës që e kam bërë dhe është një përvojë, do të thotë polivalente shumë e mirë. Dhe të theksohet se që nga 2020 jam edhe pjesë e ekipit të Institutit të trashëgimit shpirtëror dhe kulturore shqiptarëve në Shkup, në departamentin e Holokaustit. Dhe aty do të thotë mes tjerash në institut merrem me publikime shkencore, me kërkime, përveç publikimit të punimeve të ndryshme, konferencave, kumtesave, kështu me radhë, njihem edhe si moderator, sepse moderoj ngjarje të ndryshme dhe jo vetëm aty, edhe Komuna e Çajirit dhe shtëpia botuese Shkupi e Azam Dautit më ftojnë vazhdimisht shpesh në Azam Dautin edhe profesor e kemi pas. Ashtu po, unë nuk e pas kam ditur këtë fakt, do të thotë jam pjesë edhe shtëpisë botuese Shkupi dhe moderoj gjithë aktivitetet që i kanë në sinkron me ca shkrimtarë nga Suedia, shqiptarë që janë shumë aktiv. Pra, do të thotë kryesisht publikime shkencore, kumtesa, konferenca dhe kështu moderime. Po ashtu të shkrimet e kemi edhe librat që i keni botu. Po, falënderit shumë. I keni të 5 librat e mi. Libri i parë është Franca dhe diplomacia franceze në periudhën e kardinalit Richelieu. Është një personalitet francez shumë i njohur dhe shumë ka dhënë kontribut të madh në drejtim të krijimit të kohezionit kombëtar në Francë, sepse ka qenë prift katolik, por detyrat shtetërore i ka pa në prizma krejtësisht laik. Dhe kjo është një sukses shumë i madh sepse në atë kohë Evropa dhe Franca ballafaqoheshte me luftën ndërfetare ku masakroheshin, ku përjetonin natën e Shën Bartolomeut, dhe ky e kanë stopuar, kanë ndalu përçarjen dhe urrëtitjen vëllavrasëse franceze, duke i dhënë përparësi aspektit kombëtar dhe ka qenë një farë lloj pararendësi i krijimit të nacionalizmit francez. E kam marrë dhe e kam trajtu figurën e tij, kontributin e tij në krijimin e Akademisë Diplomatike Franceze, e cila ka një rol edhe sot e madit më të rëndësishëm në drejtim të krijimit të politikave shtetërore në Francë dhe është shërben si korrigjuese e gabimeve eventuale që mund vinë nga qeveria, por nuk vinë sepse qeveria i konsulton, po sigurisht vjen nga ata dhe i konsulton ata dhe nuk ndodh do të thotë që të kenë gabime, shpesh rralla e ndodh. Pra ky është libri im i parë, që njëkohësisht ka qenë edhe punimi i magjistraturës, të cilën e kam mbrojtur publikisht në 2009 para profesorit e Mazirit, Ali Pajazitit dhe të ndjerit Fezullah Shabani. Ka qenë një punim shumë i vlerësuar dhe libri ka qenë shumë i vlerësuar bile profesor Fezullah Shabani pa të bërë të obliguar blerjen e këtij libri për studentët e magjistraturës. Në atë kohë do të thotë më kanë pasnimuar edhe Akademia Diplomatike Shqiptare profesor Vicen Bashkurtit për ta botuar këtë libër, sepse u pata bërë edhe ligjërus në Akademinë Diplomatike mes tjerash si part-time. Punoja dhe ishte një përvojë shumë e mirë. Në përzgjedhjen e këtij personaliteti më ka ndihmuar profesori Lisien Bashkurti. Është autor par excellence i shumë librave dhe një orator kështu i vyer. Ka shërbyer si diplomat në Shqipëri dhe shumë i njohur sepse i bën ftesa ndryshme në emisione. Po ashtu edhe bashkëpunëtori i tij, profesori Gjon Boriçi, ata dy më kanë pas sugjeruar që ta merrja personalitetin e Richelieu, dhe normalisht edhe gjithë profesorët me të cilët i kishim profesorë dhe me të cilët bashkëpunoja. Libri i dytë është një pjesë e punimeve, gjithsesi e shkrimeve, studime, artikuj dhe analiza, Shpalosja e labirinthit, ashtu e kam quajtur. Këtu do t'i shquaj, do të thotë shumë shkrime që janë bërë për atë kohë. Kuptimi sepse janë bërë. Shpalosja, kuptimi nuk kam dashur që të humbin shkrimet sepse zakonisht unë i botoja në gazetën Koha në Maqedoni dhe në gazetën Lajm te Fejzi Ajdari i Slupçanit, po.
Dhe ati falemnderoj, jam mirënjohës të dy këtyre gazetave që më patën thënë mundësinë me shkru, me publiku, me nxjerr, me u njohur, sepse ishte edhe kjo, dhe ky ishte edhe qëllimi, se në atë ku ka pasur edhe, kuptohet edhe një farë lloj cenzure, nuk lenin që të kritikoje, por konkretisht e lajmi kanë pasur në portat e hapura, dhe shkruaja vazhdimisht, njëkohësisht edhe tek kua, mandej pa dalur edhe një gazet, më duket zhurnali, nëse zgaboj, një periudhë caktuar, shkruaja dhe kisha dëshirë shkrimet ti nxjerrja në libër. Akademia Diplomatike Shqiptare pranoi që të më sponsorizoj dhe një pjesë e miqve dhe e nxorra. Mandej vazhdova me librin e 3 Gjurmë realitetesh, librin e 4 Fakte që flasin, dhe këtu kam pasur bashkëpunëtor, tash pak më parë edhe profesorin Lisenin, po mes tjerash kam pasur një mik nga Kosova, Faton Mehmeta, i cili ka qenë edhe recenzent, si dhe një autor nga Kosova, Qerim Plana. Fatkeqësisht figurat e mëdha po i harrojnë ndonjëherë për shkak se po i jepet më shumë rëndësi kiçit dhe shundit, figurave të pavlera. Qerim Plana ka qenë ish kryetari i Lidhjes Shqiptare të Kosovës, autori i diku 10 apo 12 librave. Këtë vit do ta bëj një punim presheje për personalitetin e Qerim Planës dhe për veprat e tija, sepse nuk është mirë që të harrohen njerëzit që kanë dhënë kundër. Këtë shkrimtarin e Qerim Plana do të bëj një punim të zbardhë, të nxjerrë në pas se kush ka qenë kjo figurë, cilët kanë qenë librat e tij më të njohur, dhe do të tentoj që të shpalos dhe të zbardh fush veprimin e tij, sepse po i harrojnë ndonjëherë, që mos harrohen, të rrëmbyer nga koha ndonjëherë, thash edhe nga kiçi, shundi dhe nga antivlerat, ku më tepër vlerë ka një reper ku e diun i cili ka një jetë shfrenuar më tepër se sa një autor i cili që mesazhet i janë më shumë më kuptim plot, dhe posaçërisht për atë kohë kur ka vepruar, që të marrësh lexosh librin e tij, romanin e tij Trihije në Bruksel, ka qenë, është një vepër kështu e mrekullueshme, është turp mos ta njohim atë vepër dhe atë autor. Libri i 3, dhe i 4 kështu, dhe libri i 5 është Libër mes librash, i botuar në vitin 2016, duke qenë vetëm pjesë e ambasadës së Francës. Atë libër e kam bërë, çdo libër që kam lexuar dhe që kam gjykuar se është i mirë për t'i bërë recenzion, i kam bërë recenzion dhe i kam nxjerrur këtu. Në përmbledhje. Sigurisht një farë lloj përmbledhje. Kështu që janë shumë libra këtu në një libër. Andaj edhe kam quajtur Libër mes librash. Ata që duan për shembull ta lexojnë Fjala vjen ndonjë autor, sikurse Beteja e Paqes, autorit Ilyas Asaliu, nuk kanë mundësi me ble librin, kanë mundësi që ta lexojnë këtë librin tim, sepse është rezimi. Apo ta marrim për shembull Lufta speciale e shërbimeve sekrete serbe kundër Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, autor Faton Mehmeta. Tash gjithë s'mund ta marrin atë libër, por e kanë përmbledhen, e kanë recenzion më shpejt diçka, apo Kufit e ardhshëm të Evropës, Oli Ren, që ka pasur një libër shumë të mirë, mandej ka pasur një enciklopedi e Lajovit për religionet, i kam bërë, do të thotë, një farë lloj kështu recenzioni, mandej ka qenë një libër Organizatat ekstremiste serbe në Kosovë nga autorja e ndjer Fetnete Ramosaj, të cilës i kam bërë recenzion. Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët nga autori Nusret Plana, shumë i njohur, dhe do të thotë, apo libri të Ismail Kadares Panballkanizmi, ide në thelb e rrezikshme dhe e panevojshme. Në një recenzion i kam bërë librit Ismail Kadares Çlirimi i Serbisë prej Kosovës. Thjesht që mos të hyj në detaje për secilin libër, apo figurës së Arben Xhaferit, që mendoj që është njëra prej figurave më të ndritura që e ka dhe të nevojshme. I kam bërë recenzion librit Rudina Xhungës, 12 porositë e Arben Xhaferit, dhe e kam titulluar Shkrimin të pakta janë shkronjat për një njeri sikur ai. Mandej librit të Ylli Polovinës, Teoria e njëshit dhe kulti i individit, librit të Milazim Krasniqit, Nacionalizmi shqiptar, një vlerësim recenzues, kritik.
E kështu me radhë për të përfunduar me librin e Mustafa Nanos, unë jam geg që ka një libër shumë të mirë të botuar në vitin 2013 dhe njëkohësisht kam dhënë emrin e autorit, veprën e autorit, si dhe numrin e faqeve që përmban libri. Dhe deri këtu do të thotë deri në vitin 2016 to 5 librat e mi kanë qenë prej inkuadrimit në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, zakonisht merrem me shkruaj punime të konferencave. Fjala vjen shembull kemi ballkanologjinë dhe këtu kanë botuar do të thotë shkrime në lidhje me ato se si e shohim do të thotë Ballkanin, cili është roli i shoqërisë shqiptare në Ballkan. E kështu me radhja, për shembull, këtu e kam marrë për trajtesë temën europianizimi apo ballkanizimi i mëtejshëm i Ballkanit nën prizmin e metodologjisë franceze të zgjerimit, apo e kam përkthyer edhe shkrimin e François Lafondit, që ka qenë një ekspert i francez i angazhuar në qeverinë këtu. Ideja e mini-Shangenit ballkanik, realitet apo një koncept i pamundur. Pra trajtesa që kanë bëjnë me aktualitetin, tek ballkanologjia, po ashtu edhe tek revista Skupi dhe tek te librat që botohen nga shoqata e Luginës Preshevës. Është një profesor Xhemaledin Saliu që është shumë aktiv dhe i cili çdo vit organizon, që imagjino të organizosh diçka të tillë në Shkup, në Prishtinë është e lehtë, por në Preshevë është vërtet e vështirë. Shokoj gjendja se kanë. Po, patjetër. Dhe aty do të thotë trajtojnë figura të ndryshme të cilët kanë kontribuar qoftë në shkencë, në letërsi apo edhe në politikë, që kanë dhënë kontribut në drejtim të ngritjes së vetdijes kombëtare shqiptare dhe unë në vitin e parë pjesëmarrjes në 2023 bata marr për trajtesë figurën e Axhës tim Naim Ibrahimit, të cilit Rishtazi i është botuar edhe dosja e tij gjyqësore, të cilin e kanë nxjerrë, e ka shkruar, e ka përzgjedhur profesor doktor Rakit Bajrami. Unë e kam moderuar në ngjarjen e promovimit të kësaj libri, si dhe komemoracionin që ja patëm bërë më herët në Institut të Trashëgimisë. Mes tjerash, 2024-ën e kam trajtuar figurën e Arben Xhaferit. Dhe çfarë roli, çfarë impakti ka pasur Arben Xhaferi në politikbërjen në Maqedoni, atëherë kur zbarkon prej Prishtinës dhe vjen dhe me një farforme e sjell një frymë krejtësisht të re në politikbërjen shqiptare, sepse ne nuk kemi qenë të mësuar të dëgjojmë filozofinë e politikë, të dëgjojmë urtësinë e politikë. Është politikë bamje ne kemi kuptuar në forma krejtësisht të tjera pa mosdashur me mohu edhe rolin dhe kontributin e atyre që kanë qenë edhe para atij, sepse politikbërja nuk fillon me të përsjellje e frymës së re, ka qenë vërtet filozofisë politike. Dhe filozofisë politike që ka qenë me një farforme ka shfaqur dromës të xhelozia dhe tek pala maqedone, po edhe tek pala ndërkombëtare. Unë me një rast më vije të takohem me ambasadorin francez i cili ka shërbyer si ndërmjetës këtu gjatë konfliktit gjatë luftës së vitit 2001, Alain Leroy, dhe mes të tjerash vjen shpesh dhe e përkthej kur vjen në Maqedoni. E kam takuar edhe në forumin e paqes në 2019 dhe 2023. Mes tjerash kur bisedoj me të, do të thotë ai e shquan figurën e Arben Xhaferit në Maqedoni, gjithsesi rolin e tij në drejtim të sjelljes së një fryme të re në politikë dhe mënyra se si arrin që ta përfitoj bashkësinë ndërkombëtare në kohën kur shqiptarët me një farforme etiketoheshin edhe si element ekstrem këtu në Maqedoni, me fjalë për sepse në atë kohë vepronte edhe guerilja shqiptare UÇK-ja, dhe si arriti në një farforme së bashku me Ali Ahmetin, udhëheqësin e UÇK-s, dhe me Imer Imerin, kryetarin e Partisë për Prosperitet Demokratik, që të binin në ujdi dhe të njëjtën ujdi ta shfaqnin para opinionit ndërkombëtar si diçka të domosdoshme dhe mandej ujdia e tyre të shërbej si një paradigmë, si një model për krijimin e konturave të marrëveshjes ardhshme të Ohrit. Me të vërtetë, në këtë frymë tentoj që do të përpiqem që ta shpalos figurën e Arbrit, e normalisht gjatë fushveprimit të tij, secili njeri ka dritë dhe hije,
ka dhe të meta tash, po ne duhet të jemi të prirur që t'i shohim, t'i vlerësojmë elementet e mira që janë sjellur dhe mos të merremi dhe në thot me dhe jo vetëm tek këto figura, po tek të gjithë në jetë. Duhet vlerësuar vetëm ato gjonat të cilët kanë sjell dhe sjellin dobi. Tash nuk duhet par gotën e zbrazur, po duhet par gotën e mbushur. Do thot, kjo është në përgjithësi. Po përveç pjesës pra punës, kësaj pa shumë erdhën edhe me sport. Po. Është kur transmetohet emisioni keni marrë pjesë në gjysmë maratonën në Prishtinë, po. Jo do të merrni pjesë prapë. Që ju shtin ka shumë të merrni me sporte, çka ju tërheqni. Kjo vjen si pasojë asaj se baba im është profesor i edukatës fizike, ka qenë tash është pensioner dhe gjithmonë më ka pasionuar dhe më thotë qëndrimi i tij dhe qëndrimi i vërtet për sportisti dhe mes tjerash unë jam marrur shumë me gjimnastik, kur kam qenë i vogël disiplinën parter, kam qenë shumë i mirë mund të them lehtësisht. Dhe më pas filluam pak karate të mësonim në atë kohë, sepse kushtet nuk ishin shumë të mira sikurse tani. Pas saj ne filluam që të merremi me aktivitetet dhe angazhimet e kohës dhe kjo në farë forme diku posaçërisht pas hyrjes si profesor në universitet, disi u pasivizova. Por e pash që nuk mund të shkon tek kështu dhe diku me Ilyas Saliun ka viti 2019 filluam që të reaktivizohemi në sport me vrap. Jam bërë një farë lloj kështu manjaku i vrapit, mund të shohësh edhe në postimet që i baj. Mes tjerash për post vrapit mirem edhe me not, sepse edhe fëmijët i kam që nga viti 2017 me hapjen e pishinës Kumanovi kam regjistruar atje. Mirën edhe ata me not. Dhe unë shkoj rregullisht edhe babi im ka shoqëruar vazhdimisht deri vitin e kaluar, tash këtë vit pak më vështirë sepse 77 vjeçar, po mirë është, bëhet mirë me shëndet. Pra mirë me not, me vrapimet, do të thotë kam marrur pjesë në vrapimet e ndryshme gjysmë maratonike që i ka organizuar Vizeri, po ashtu kam marrë pjesë edhe në vrapin Lugina, vrapon diku 33 kilometra më duket nëse s'gaboj që ka qenë. Në Drenis kam vrapuar shtigjeve të luftës 2023 ku kemi bërë 28 km trail ka qenë e vështirë, malore. Po ashtu para 2 viteve edhe në Gërmi isha në vrapimin 21 km trail dhe tash e kam të dielën në vrapin tjetër të radhës, vrapin në trail në Gërmi. Dhe këto vrapimet 10 km që organizohen nga Halk Banka dhe nga me rastin e ditës Evropës në Kumanov. Pra, është me të vërtet një kënaqësi, vrapimi të jep një satisfaksion, një kënaqësi shpirtërore të papërshkruar. Shto këtu që i angazhoj edhe fëmijët, për posnotit edhe ata mirën me vrap, djali im i madh Florioni mirët vazhdimisht me mua vrapon, dje e bënëm një gjysmë maraton 21 kilometrëshe, po ashtu edhe djali i dytë Besforti e don shumë notin dhe edhe ai mirët me vrap 5 km, 7 km e kështu me radhë, ai bile edhe pa të marrë duke qenë 4 ose 5 vjeçar vendin e dytë në një garë në Shkopçu pa të mbajnë, ndërka që janë të shquar edhe në garat e notit, se kanë marrë vendet të dytë, po soçështë i madhi, Florioni në gara ndërkombëtare në not. Janë shquar shumë në fushën në sportin e notit, që është një sport shumë i mirë dhe kërkon punë për kushtim dhe fuqi dhe normalisht shërben si sport për hekurosje të muskujve. Ndërkaq vrapi është i vështirë, nuk është e lehtë për mua kur të vi prej punës, ndonjëherë më sillet ndërmend që të pushoj këtu që të ha diçka, po kur më bie ndërmend se duhet vrapoj, i kam vënë si kusht vetvetes dhe me të vërtetë ndihem shumë mirë kur filloj që vrapoj. 3 kilometrat e parë janë të vështirë gjithmonë, ja them gjithë secilit, po pas 3 kilometrave të parë, e shes se të tjerët janë vetëm numrat që kalon shumë lehtë. Do thotë gjithmonë është vështirë kilometri i parë, i dytë apo i tretë, më pas në formë shumë që ti hike vinë kilometrat tjerë. Dhe unë mendoj që gjithë secili njeri duhet ta praktikoj një lloj të sportit. Ta krijoj si rutinë. Ta krijoj si rutinë sepse shqyqa është puna për pos forcës fizike që na duhet, do të thotë që është e patjetërsueshme, na duhet edhe forca mendore,
po na duhet edhe forca shpirtërore, këto të trijet e përbëjnë, e krijojnë plotësinë. Por nëse e kemi forcën mendore, lexojmë, shkruajmë, por nuk sportojmë, atë nuk e kemi të garantuar se do të vazhdojmë edhe më tutje të lexojmë, për shkak se sot e shihni ka sfida të ndryshme shëndetësore. Dhe përmes sportit ti arrin që ti stoposh dhe ti ndalosh apo edhe më mirë ti menaxhosh sëmundjet. Ndërkaq në anën tjetër, kur të marrësh, unë shembull e praktikoj pas sportit, pas vrapit, pas leximit, pas sportit, pas vrapit, pas tushit, i përvishem leximit. E din se sa më jep koncentrim dhe më jep energji pozitive dhe mund të lexoj fare pa problem 100 thaqe, nuk e kam pse sepse jam i freskët. Andaj porosia për të gjithë, posaçërisht për të rinjt, është që të kombinojnë, të merren fillimisht do të me lexim, patjetër, por të kombinojnë edhe elementin atë që thash të fuqisë fizike, sportin, dhe mes tjerash, cilin do qoftë aktivitet, qoftë vrapin, qoftë gjimnastikën, qoftë palestrën, fitnessin, qoftë hekurin gjimnastikor, thjesht qoftë futbollin, të kenë një aktivitet, dhe mes tjerash pa mos e harruar edhe atë përshpirtshmërinë, sepse ndonjëherë ne mund të kemi këto dy elemente, por në qoftë se nuk punojmë në aspektin shpirtëror që i bjen, të jemi të devotshëm, të jemi besnik ndaj vetvetes, ndaj njerëzve dhe të përulemi Zotit, tash në formën se si i bëjmë adhurim dhe lutje Zotit, secili njeri e zgjedh sepse është personale. Po, mira më nuk duhet harruar. Këto tri elemente janë përcaktuese që njeriu të jetë i suksesshëm dhe në një farë mënyrë të kaloj këtë ecejakun e quajtur botë në formën më të mirë të mundshme. Profesor, tani ndryshuam ambientin, pas keni një librari të mbushur, të frishme, të pasur, po ku do të flasim tani pak për letërsinë, ndërsinë e letërsisë, leximit. Çka duhet, pse njeriu duhet lexon, pse duhet i jepet rëndësi kësaj dhe cilët duhet të jenë ato që do të lexohen? Sigurisht. Pra, kjo është pjesa e shtëpisë e cila është më e përshpeshme dhe ku vërtet ndihem si një mbret, është kontributi asaj i ecejakut të tërë timit mjetësor, për shkak se këto janë vetëm, do të thotë, vetëm 80% i librave, një pjesë të librave i kam në ambasadë, një pjesë i kam në institutin e trashëgimisë, një pjesë i kam lënë tek shtëpia e vjetër vllaut, ja kam lënë në bibliotekën, një pjesë libre sepse edhe ai merret me publikime dhe njëkohësisht merret me shkencë. Është ambienti më i përshpeshëm ku ndihem, sepse njeriu do të thotë në një ambient të rrethuar me libra ndihet shumë mirë. Zaten edhe ajo shtëpi e cila nuk ka një libër, po jo vetëm librin si dekor, kuptohemi, libri si dekor nuk të nevojitet fare. Libri më i pavlefshëm, libri më i pavlefshëm, zaten edhe degradimi më i madh që i bëhet librit i bëhet kur e lën në një skaj atje dhe ai fluoroset. Librat duhet shfluorosur, duhet shfletuar, duhet nënvizuar, duhet ndonjëherë edhe prishur. Ai është edhe qëllimi, sepse përndryshe ti se në dëshmon që ke lexu. Këtu siç e shihni kam libra të ndryshëm, janë letërsisë franceze lart, më pas vjen letërsia gjithsesi libra të botuara nga shtëpia botuese Logos, të cilët i kam ndër vite, po ashtu fjalor, e veprën e Rumit, e cila është shumë e njohur, po ashtu keni librin e Muhamet Asadit, Rruga për në Mekë është shumë një libër i mirë. Keni librat e Alia Izetbegovićit, keni autobiografinë e Malcolm X-it, keni Leilën dhe Mejnunin që është një libër që e kisha Fusulin që e kisha dalluar, kisha shquar. Keni do të thotë librat e Ismail Kadares, shumica. Janë po ashtu edhe librat e Tolstojt, që mos shkoj do të thotë me i përmendur me emra gjithsesi, pra kam libra të ndryshëm. Sigurisht po, mos të ndihen të diskriminuar. Një pjesë të revistave i kam aty që i kanë publikuar, janë revistat Shenja, sepse edhe për revistën Shenja kam kontribuar dhe kontribuoj kombas kohe me shkrime, po është ai redaktori që është miku im Ismail Sinani dhe edhe te ajo revistë kam shkruar, i kam këtu. Ndërkaq të gjitha numrat e kësaj reviste i kam lart atje në Papafingo, po ashtu edhe revistën Zëri i Shqiptarit, se kemi pas bërë një farë lloj prove në Prishtinë,
isha pjesë e ekipit të redaksisë së revistës Zëri Shqiptari që drejtoj nga Muhamet Qeta, një frankofon i cili ishte nga Trubovci i Pezë dhe i cili tash është në Mulus të Francës në gjendje të vështirë shëndetësore dhe shkruaja shkrime, po ashtu edhe njëkohësisht edhe redaktoja gjithsesi këto shkrimet e kësaj reviste. Patëm përpjekur edhe që ta mbanim një farë lloj kështu gazete që quhej Zëri i Qytetarit, po vetëm pas disa numrave nuk ja dolëm dot sepse për të mbajtur media të shkruar, shtypit duhet të kesh financa. Përveç asaj të harxhimit letrës këto, por është edhe e shkrimeve ajo. Shkrimet, duhet t'i paguash autorët që kontribuojnë, mandej ti për të dërguar një gazetar në terren ti duhet t'i ambulosh shpenzimet, do argjimet e kështu me radhë, është pak një detyrë e vështirë, por kemi provuar edhe atë pjesën të jetës dhe mund të futet në biografinë time, pra kam qenë pjesë e ekipit redaktues, ka qenë një përvojë shumë e mirë. Pra revista të ndryshme, libra të ndryshme, është një ambient i përshpeshëm. Përndryshe, një libër që më ka lënë mbresa shumë të mëdha, tash jam duke e lexuar, është libri i Miti i Demokracisë nga Tang Lindbaum, i cili e shtjellon se si kjo demokracia e keq kuptuar ka sjell deri te degradimi i elementit moral, shoqëror, familjar, deri te degradimi i sistemit arsimor dhe degradimi i vlerave. Është një libër që e kisha degradimi i vetë demokracisë. I vetë demokracisë, sigurisht, sepse demokracia në vetë është koncept shumë i mirë, po kur të keq interpretohet dhe kur të keq kuptohet dhe kur të keq praktikohet, vërtet shndrohet në përbindësh. Prej librave të tjerë të cilat i kisha sugjeruar janë Justin McCarthy, Vdekje dhe dëbim, ku flitet për spastrimin etnik të këtyre territoreve nga shqiptarët, nga elementi shqiptar dhe nga elementi musliman. Ja kisha sugjeruar njerëzve që t'i lexojnë. Është një libër i mirë, Dosja britanike e muhaxherët, një libër nga Bejtullah Destani, shumë i mirë. Kam librat po ashtu edhe të librin e Veton Surrojt, libri i fluturave, ku në mënyrë të përkryer përshkruhet roli dhe kontributi i Arvën Xhaferit në luftën e vitit 2001, gjithsesi në ndërkombëtarizimin e kësaj lufte dhe kthimin e bashkisë ndërkombëtare në favor tonin. Mes tjera është edhe një libër që e kisha sugjeruar për lexim, Përse gënjej udhëheqësit, John Mearsheimer, i cili i kam bërë edhe recenzion. Ka do të thotë çdo libër në vete ka vlerën e vet, çdo libër në vete do të thotë ka po nuk i kisha hequr nga këto as Recep Qosyan, as Ismail Kadarenas. Thjesht çdo libër e ka vlerën e vet, sepse ai autor që është ulur aty ka humbur kohë, ka ndarë kohë për njerëzit, andaj mendoj që duhet valorizuar dhe vlerësuar. Dihet se veprat më të hershme letrare llogaritet epi i Gilgameshit, po nga Mesopotamia, ku flitet për mbretin Gilgamesh dhe për protagonistin tjetër, mikun e tij Enkidun, të cilët do të thotë kanë qenë në luftë të përhershme me sfidat dhe me përbindshët e asaj kohe. E më pas vdekjes së Kinus përpiqet që të gjendet ilaçi për jetesën e përhershme. Do thotë kjo shtëpi drejt ajo na çon të mendojmë se qëllimi i njerit ka qenë që gjithmonë të jetë i përhershëm, gjithmonë të jetë ambicioz, por duke harruar ndonjëherë se e kemi një fund në histori. Më pas ka libra të ndryshëm që vinë në letërsinë botërore, është mitologjia greke, antikiteti grek, antikiteti kështu romak, me Odisejn, me poetët e antikës, Alkein, Safon, mjeshtrin e Odës, Pindarin, me Eskilin, me Sofokliun, me Euripidin, e më pas edhe ajo letërsia gjithsesi antike romake që vjen me epin e Neida të Virgiliut. Ndërkaq në letërsinë franceze llogaritet si vepra më e vjetër betimi i Strasburgut, quhet Le Sermon de Strasbourg, i vitit diku 842, është një farë lloj teksti romantik i betimeve, gjithsesi dhënies fjala, dhe kjo llogaritet si certifikata e parë e lindjes së gjuhës frënge. Llogaritet këtu se janë bën në vitin 842 një farë lloj betimi aleancë ushtarake mes Karlit Tullacit të asaj kohe dhe Luigjit Gjermanikut,
të cilët e kanë bërë këtë në nshrimin e Leancës kundër vëllaut të tyre më të madh, Lotarit të parë. Atë tretë janë bijtë të Luigjit Besnik, Louis le Pieux quhet frëngjisht, i cili në fakt ka qenë edhe njëri prej ishte biri i Karlit të Madh, Charlemagne, që një i njohur në histori. Përveç kësaj janë të njohura në letërsinë franceze quhen Le Chanson de Roland, këngët e Rolandit, që janë vepra e vjetër më e madhe letërsisë franceze, që ka arritur deri në ditët tona, dhe tregon historinë e luftës në të cilën ka qenë i angazhuar vetë Karli i Madh, do thotë në Spanjë. Mes tjerash, në çdo rrymë letrare dallohen shkrimtarë të shquar francez, të cilët i kanë dhënë kuptim asaj rryme. Dhe asaj periudhe. Dhe asaj rryme letrare. Ta marrim shembull në epokën e Renesansës, dhe termi Renesans do të thotë rilinje, term në vetë francez. Së pari është përdorur nga Giorgio Vasari, piktor dhe arkitekt ai ka qenë, i cili e kanë ndërtuar ndërtesën administrative në Firenze. Këtu dallojmë veprat e Da Vincit, Michelangelos, veprat artistike, Rafaelos në këtë periudhë, Boccacios, veprat Decameroni, që është me të vërtetë e njohur, por si autor Shakespeare e kështu me radhë, por si autor më i njohur francez i kësaj periudhe ka qenë Rabelais. Rabelais ka një libër Gargantua dhe Pantagrueli, ku në mënyrë të shumë interesante shqellon nevojat e natyrshme të trupit njerëzor, që ka qenë do të thotë për atë kohë diçka e pa imagjinueshme. Pas periudhës së Renesansës, kemi periudhën e klasicizmit të shekullit 17, që shfaqet konkretisht në Francë, dhe e keti aty Pierre Corneille, që është shumë i njohur, apo Jean Racine, Molièrein, La Fontainein me fabulat e tij, La Rochefoucauld me maksimat e tij. Përmenda themelot në këtë periudhë kohore Akademia Franceze 1634 nga vetë Richelieu, ku vetë baza filozofike e kësaj akademie është mendoj parajame, marrur nga racionalizmi i René Descartes. E kisha sugjeru për lexim, sepse kam bërë një listë, sigurisht që janë të nevojshëm. Fabulat e La Fontaineit janë të patjetërsueshme, Princesha de Clem nga zonja Lafayette, që është në fakt një roman për dashurinë, për detyrimin dhe për nderin, ndërkaq Tartufi i Molièrit është një vepër e përkryer, si nga Pierre Corneille, që është një tragjedi e përzgjedhjes në mes të dashurisë apo nderit. Dhe është një vepër tjetër Fedra, që quhet nga Jean Racine, që është një farloj tragjedie kjo e dashurisë refuzuar. Më pas klasicizmit vjen periudha e iluminizmit, që i vjen periudha e ndriçimit. Iluminosh do të ndriçosh, për ndritjes, që fillon sërish në Francë në shekullin e 18. Po që dallon shumë nga Po që dallon shumë nga, këtu do të thotë vjen në pa teoria e njeriut natyror të Jean-Jacques Rousseau, dhe zhvillohet edhe epigrami, Volteri, Dideroja e zhvillojnë, po ashtu në këtë epokë nga letërsia franceze shquhen novelat filozofike të njohura të François-Marie Arouet Voltaire, në kaq në letërsinë botërore e kisha dallu Robinson Crusoe të Daniel Defoe, që në vetë është përshkruan se si mundet njeriu ti bëj ballë, do të thotë edhe kushteve më ekstreme të jetesës dhe të dalë më i fuqishëm. Pra edhe në pa atë që thash, njeriu mbi të gjitha arsyen. Përveç kësaj, në këtë epokë zhvillohet edhe romani që quhet epistolar, me veprën e Montesquieu, Letrat persikle, Letrat perse është në frëngjisht, dhe një libër tjetër e njohur në lidhje të rrezikshme nga Pierre Choderlos de Laclos, që e kisha sugjeruar nëse eventualisht është në shqip e përkthyme, më duket që në Shqipëri mund t'i gjejmë. Në fund të shekullit 18 dhe deri në mesin e shekullit 19 shfaqet rryma tjetër që është shumë e njohur, romantizmi, dhe romantizmi lind në fakt nga pesimizmi dhe nga zhgënjimi prej realitetit asaj kohe. Këtu mund ta shquajmë Victor Hugo me librin e tij Gavroshi, që është shumë i njohur, por manifesti i paralajmërimit të rrymës së romantizmit është Cromwelli, që është në fakt një dramë e Victor Hugo's, dhe cilën sinqerisht ja kisha sugjeru gjithë secelit
nëse mundet për lexim. Përveç Victor Hugo's në këtë periudhë, në këtë rrymë letrare quhet posaçërisht shkrimtari I njohur Alexander Dumas, I cili me veprën e tij Konti Monte Cristo, të cilët patëm rastin që tash diku I ka 3-4 muaj që u ekranizua dhe me mbi 10 milion shitura bileta vetëm në Francë ka qenë, dhe kaq këtu në Maqedoni e Veriut nga ana e Institutit Francez të Ambasadës së Francës u shfaq filmi dhe me të vërtet nuk ishte vend ku të uleshe të rëmben filmin e veti, por ndryshe është edhe kur ta lexosh Konti e Monte Cristo apo Tre musketarë, Trois musketarë, shumë I njohur, Mbretëresha Margot, janë, do të thotë, veprat kryesore që e përcaktojnë. E përmenda edhe Hugon e ka edhe një vepër tjetër Hugoja, kisha e Notre Dameit, La Cathédrale de Notre Dame. E kisha sugjeru për lexim Kontin e Monte Cristo të Alexander Dumas, që është autori Dumas është njëri prej autorëve më të shitur dhe më të ekranizuar francez në botë. Llogaritet se diku më shumë se 200 filma janë bërë nga veprat e tij. Imagjino, ha? Libri për shembull për Kontin e Monte Cristo është përfaq figurën e Edmond Dantesit, I cili futet në burg nga kurthet e asaj kohe, nga shoqërisë asaj kohe, me një dokument të nënshkruar rrejshëm gjoja se I ka shërbyer ai Napoleonit, edhe ka mëtuar që ta rikthej Napoleonin në pushtet, dhe më pas ky Edmond Dantes I bie në burg, por miku I tij nuk I ndihmon fare, bile për kundërzi, ai bëhet pjesë e komploteve kundër tij, dhe në një farë forme ky Edmond Dantes ka pasur në atë kohë lidhjen e tij dashurisë me Mercedesin, një femër shumë e njohur e bukur asaj kohe, dhe ja kanë pas xhelozin të tjerët, dhe me një farë forme këtë mbyllin në burg në atë kohë, I bëjnë kurthet, e vendosin në një burg të quajtur If, një farë lloj kështjelle kështu, e të burgosurve, ndërka që lajmi I vije Mercedesit dashur se ka vdekur, dhe njëkohësisht shoku I tij në thonjza e merr për bashkëshorte këtë Mercedesin dhe krijon familje, krijon një fëmijë, ndërka që ky Konti Monte Cristo, protagonisti Edmond Dantesi, në një formë ëndërron që të bëj hakmarrjen. Për vite të tëra, do të thotë, ndjendet I mbyllur në burg, atje takon një prift I cili është shumë I njohur, prifti Faria, me cilin fillojnë të gërmojnë, të gjejnë alternativë për të dalur nga burgu. Por duke gërmuar në gërmim e sipër, Faria si shembet dheu dhe në farë forme vdes. Dhe por nga ai son, por shkamëson nga ajo. Faria I jep Edmond Dantesit disa kode, I thot keni një pasuri të pashfrytzuar në Monte Cristo, të ftoj të shkosh ta zbulosh. Dhe njëkohësisht I jep edhe instruksione se si të dal nga burgu, si të ik nga burgu. Dantesi, duke e shfryzuar kufomën e priftit Faria, do të thotë e shfryzon që të dal, kthehet në Monte Cristo, për nga e merr edhe Konti Monte Cristo dhe e trashëgon të atë pasuri. Në një farë forme ai fillon që të thurr plane dal nga dal me një maturi se si ti hakmerret dhe I hakmerret të gjithë atyre të cilët I kanë thurr komplote dhe një farë forme e kanë mirë, po nuk I shkon hakmarrjes deri në fund. Këtu vija ajo në shprehje ajo njerëzorja tek njeriu, sepse shes se hakmarrja nuk është edhe aq e lehtë dhe e ëmbël sa ka mund ta ketë mendu. Në momentet fundit, do të thotë, shef se Mercedesi që ka qenë e dashura e tij, e kupton se kush është ky, I lutet deri në fund për mëshirë, ndërkaq më pas Konti I ndihmon, ky Mondantes I ndihmon vetë vajzës së De Villefortit, Aides, që të jetë së bashku me djalin e ish të dashurisë së vet. Do të thotë, vjen në shprehje prap elementi I dashurisë që mbizotëron mbi hakmarrjen, që është një element shumë I mirë. Pas kësaj periudhe, do të thotë, vjen epoka e realizmit social në vitet e 30-të të shekullit XIX, sërish vjen në shprehje autor francez. Bellamy, vepra e Guy de Maupassant, apo Gjagorio e Balzacut, apo Iluzionet e humbura, I cili është po ashtu dhe filmi I ekranizuar I Balzacut. Zonja Bovary e Gustave Flaubertit, thotë I kam edhe këto libra dhe I kam të lexuara, me të vërtet shpërfaqin realitetin e asaj kohe.
në atë kohë, në këtë epokë të realizmit social, kisha sugjeruar për lexim edhe Dostojevskin, që ka një libër shumë të mirë dhe që është një shkrimtar tepër i shquar, Vëllezrit Karamazov, që është vërtet duhet ta ketë çdo bibliotekë, mendoj unë, ha. Ndërkaq që prej gjithë këtyre e kisha shquajtur Balzacun, sepse ai me një farforme atë që nuk ka mundur ta bëj Napoleoni me shpatë, e ka bërë Balzacu me penë. Dallojmë shqyrim këtu edhe Stendhalin, e Kuqja dhe e Zeza, me librin me vetë, me farforme. Emilie Zolën, Zola ka qenë edhe ai Teresa Raquin, romani shumë i njohur. Mendoj që janë të përkthyer gjithë këto, ndërkohë në dekadat e fundit të shekullit 19 kur shpërfaqet edhe modernizmi në letërsi, kemi pararendës prap Charles Baudelaire, që është autor francez, Lulet e së keqes vepra. Ndërkohë që nga autor francez që përpos Baudelaire quhen edhe Verlaine, Rimbaud, Simone de Beauvoir, që ka qenë një feministe dhe një kontribuese shumë e madhe në drejtim të sensibilizimit të dijes së grave. Simone de Beauvoir ka veprën Një vdekje shumë e ëmbël, që është vërtet një vepër shumë e mirë dhe një libër tjetër Të gjithë janë të vdekur. Shto këtu edhe autor të tjerë francez, Albert Camus, i huaj, Mersoja, si paraqitet figura e Mersos, absurditeti, përshkruan realitetin e asaj kohe, apo mitin e Sizifit. Mandej vije këtu edhe Jean-Paul Sartre dhe kështu me radhë. Ndërkaq kur jemi në lehtësinë bashkëkohore, aktualisht në vitin 2025 romanciera më e njohur, më e lexuar franceze është Melisa da Costa, në krye do thotë veprave të lexuara në Francë, kisha sugjeruar do thotë edhe për lexim për ata që e njohin gjuhën frenge, edhe në vitin 2024, kjo ka qenë në topin e parë, ka një libër Tout bleu du ciel, gjithë bluja nga qielli. Sipas gazetës Figaro do të thotë kjo edhe në 2025, në 2024 tonë është më e lexuara. Mes tjerash kemi edhe Virginie Grimaldin, e cila konsiderohet si romanciere e emocioneve. Është Pierre Lemaitre, që është mjeshtër i romanit historik, dhe padyshim i pashmangshëm Guillaume Musso. Veprat e tij janë të përkthyera të gjitha në shqip. Dhe është edhe një tjetër autor, Mark Levy, romancieri i zemrës. Deri në 2023 më duket që ka qenë Guillaume Missoja në top të listës, por kjo Melisa da Costa e ka marrë tash këtë primatin dhe është në krye. Letërsia franceze në përgjithësi është letërsi shumë e bukur, sikur çdo letërsi, çdo kombi, por francezët sepse çdo komb ka dallimet e veta, ka specifikat e veta. Specifikat, veçoritë e veta. Por ju thash, në çdo rrymë letrare, autorët francezë e kanë përcaktuar bile edhe i kanë dhënë shpirt asaj rrymë kështu letrare. Po ashtu tek letërsia një pjesë përfshihet edhe poezia. Poezia franceze, cila është ajo që bie më shumë si. Po, me që si i ri dhe jam marrur me poezi, kam shkruar shumë, për fatkeqësisht fletorën e shënimeve të poezive të mia, të vjershave të mia nuk mund ta gjej dot dhe më ka mbetur zhik se një pjesë i kam, po një pjesë jo. Poezia franceze, pjesë e rëndësishme e letërsisë franceze, padyshim që nga origjina e gjuhës në epokën karolingiane deri më sot. Do thotë ka disa lloje të poezive, poezia që quhen këngë vepra, chanson de geste, thonë, është poezia obortare. Mandej vjen poezia e shekujve 14, 15, 16, 17 ku janë zhvilluar këngët mbretërore, baladat. Mandej poezia e përkushtuar apo filozofike, ajo barok, klasike, shekullit 18 dhe shekullit 19. Është karakteristike se në letërsinë franceze kemi paraqitje në një letërsi që quhet zytik. Zytik që i bjen një lëvizje letrare karakterizuar nga kundërshtimi, gjithsesi shpreha zyt mallkuar qoftë, letërsia e mallkimit. Ne e kemi në dialektin ton, Flajrani, Viranja, mallkuar qoftë. Do thotë si protagonist tu dallohen Ramboja, dhe për atë arsye është i shquar, është protagonist dhe rrethi i këtyre zotistëve ka qenë një grup jo formal poetësh, piktorësh dhe muzikantësh francezë, të cilët takoheshin dhe shprenin kundërshtimin, mallkimin ndaj realitetit të asaj kohe.
Këta janë pas qujtur me një farforme edhe burra të shëmtuar. Pse? Sepse e kanë kundërshtuar, do thotë, realitetin e asaj kohe, por më pas grupi është riemëruar në Cercle Zytis, gjithsesht Zytik nga Charles Cros. Ndërkaq, sa i përket poezive, janë këtu dy libra që i ka botu Shtëpia Botuese e Rezna, janë për kujdesin e Hashim Baftiarit nga Tetova. Janë poezi shumë të bukura, me një përkthim shumë të mirë. Unë kisha dallu, do të thotë, këtë librin Poezi dashurie të gjuhës frënge. Dhe mes tjerash këtu duke shfletuar më ra në sy Paul Verlaine, mon rêve familial, që i bie, do të thotë, ëndra ime e pazakon familjer. Shpesh natën më çudit një ëndër, më sëmbon, një grua që se njoh, që dua dhe më do, që s'është kurdoherë as fare gjithajo, as fare tjetër dhe më do, më kupton. Më kupton dhe zemrën si kristal të qartë, ma di vetëm ajo edhe mas gjithë problemin e saj. Vetëm ajo ballin e zbet, e dirë survali, vetëm ajo ma fladit me lotët e saj. A është e zeshk, a blonde, a rys këtu është flok kuqe në kuptim. Nuk e di, që thonë emri i saj ëmbël tingëllon, i dashur dhe syrgjin prej jetës plot me zi. Ka sy të statujës edhe zën e ka, të larkme dhe të qetë plot me rëndësi, dhe me nezet si zë që zbën më shamata. Janë disa Charles Fernand Ramuz e kështu me radhë, Guillaume Apollineri, që është shumë i njohur dhe i cili ka pasur miqësi me Paikonicën, shqiptarin tonë të njohur. Pra janë një sër poezish të cilët unë ja kisha sugjeruar. Po për këto që dëshirojnë fillojnë të lexojnë, që ta Fillestar, bëjnë si shprehi, debutant. po, a është ndoshta pak më mirë ta fillojnë me poezi, sepse është më e shkurt, më thjesht për ata. Sigurisht, do thotë, hapërimi drejt diçkaje fillon gjithmonë nga hapi i parë, dhe rruga që shpihet deri te lavdia fillon me hapin e parë, nuk mundesh hapin e 10 ta bësh për të bërë parin. Poezi janë të gjithë çfarë llojshme dhe njeriu varet prej shijes se çfarë don që të përzgjedh për lexim. Për shembull, ja kisha sugjeruar të rinjve, janë disa poezi shumë të bukura të Fatmir Mujës, nuk e di a ju ka rasti që ti lexoni apo ti keni ato librin, janë do të thotë 2 libra që i ka me poezi, dhe unë ja kam mbledhur, ja kisha sugjeruar sinqerisht të rinjve që ti lexojnë. Ndërkaq që kisha ndarë këtu edhe figurën e Esat Mekulit, i cili e ka një poezi breslënse, o vëlla me sharr në krah ku e përshkruan shqiptaren, e zakonshëm se si ka hequr zi të ullirit dhe asaj kohe. Apo poezia turke, alhamdulillah, që në vete përmban një farloj kështu ftese që shqiptarët janë të ndryshëm prej përkatësive tjera etnike, janë shqiptarë në fakt, dhe nuk duhet që të tjetërsohen. Ndërkaq një libër që ja kisha sugjeruar, tash ka shumë libra, varet për shembull, të Rishtazi që e lexova për personalitetin e Sevasti Qiriazit Dako, është një libër mbreslënës që shpalos veprimtarinë e Sevasti Qiriazit në drejtim të hapjes së shkollës së parë për femra së bashku me vëllezërit e saj, me Gjerasimin, me Gjergjën dhe së bashku me motrën e saj Parashqevin. Është një botem i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe të Lëvizjes Protestante, një libër që e kisha sugjeruar për lexim. Ndërkaq libri më i ri i Lir Ekonomit për Fan Nolin më ka lënë kështu mbresa të jashtëzakonshme, sepse shpalos në detaje në hollësi figurën e Nolit, se çfarë zi të ullirit kanë përjetuar në drejtim të ngritjes së vetdijes kombëtare, në drejtim të përndritjes edhe kombëtare, po edhe intelektuale, në momentin kur ka vendosur që të hapë edhe kishën ortodokse shqiptare në atë kohë në SBA. Po ashtu këtu në mes tjerash përmendet edhe roli i Paikonicës, si bashku ata kanë vepruar, se në fillim kanë qenë shumë të shkuar më pas, po në fillim bashku kanë vepruar, mandej janë kundërshtuar tepër, konkretisht kur Konica pranon sundimin e mbretit Zog, ndërkaq Noli e kritikon prej atje, do të thotë kanë pasur divergjenca politike e kështu me radhë. Ndërkaq një libër të një autore të huaj për shkenca politike kisha sugjeruar Madeleine Albrightin, Fashizmi, një paralajmërim i frikshëm, një libër i cili me të vërtetë më ka rrëmbyer shumë dhe
mezi se pritja që ti dilja deri në fund më zgjati prej këtu në Shkup deri në aeroportin e Beauvais në Paris, isha në 10 orë, e nisa për lexim, ndërkaq prej Beauvais deri në Paris i ka diku një 2 orë gjysmë rrugë, e shfrytëzova në autobus naveti quajnë për ta dhe i dola gati në Sky një libër Mbres së lënës që analizon rishfaqjen e ekstremizmit dhe mbi gjithë të populizmit dhe fitimi i këtyre të djathtëve ekstreme në mbar globin. Përfshirë këtu edhe në SBA, fitoren e parë të Trumpit, dhe jo këtë të dytën. Dhe me një farë forme të gjitha ato gjëra të cilët i thot dhe i paralajmëron Madeleine Albright janë të me një farë forme jemi duke i përjetuar sot. Ajo kur e ka shkruar këtë libër do thotë ka qenë në epokën e parë të qeverisjes Trump. Po cili është libri juaj që jeni duke lexuar tani? Libri që jam duke lexuar tani përmenda është trilogji postmoderne e romanit shqiptar nga Neo Sopa, nga autorët shqiptar, ndërkaq ky miti i demokracisë është nga Tag Lindbom, nga autorët e huaj. Zakonisht kur lexoj 2 libra paralelisht në mënyrë që të shoh këndvështrime të ndryshme. Një nga shkak se e marr një autor të huaj dhe një autor shqiptar. Nga autorët slav që e kisha dallu këtu është autori bulgar Plamen Totev. Jeta e klasikës së letërsisë. Është një libër shumë i mirë i përkthyer në gjuhën maqedone sepse lexoj edhe në maqedonisht. Është po ashtu një autor nga Kumanova, Venko Andonovski më duket që quhet edhe atë kisha sugjeruar në Kërthiza e dritës, Papokot na Svetlinata. E ka një libër shumë të mirë. Është një autore tjetër, Rumena Bozharovska, e cila është e përkthyer edhe në gjuhën frenge. Pra ka letërsi, do thotë ka libra të ndryshëm në letërsinë, qoftë maqedone, qoftë bullgare që mundet të shfrytëzohen për lexim. Ndërkaq kuptohet letërsia jonë shqiptare është shumë e pasur. Më thuaj kush mund ta zëvendësoj Ismail Kadaren, Recep Qosën apo Ali Podrimin, poezitë e tij që janë me vërtet të shkëlqyera. Kush mundet t'i zëvendësoj këta. Thjesht ne kemi fat që kemi pasur një shkrimtar si Ismail Kadaren, profet letrar shqiptar, lirisht mund ta quaj, megjithëse ndonjëherë ka raste ku nuk më kanë pëlqyer gjonat që i ka shpalosur konkretisht në drejtim të idesë së ballkanizmit, por Demaçi ka pasur mëkate, po ne a mund t'i themi Demaçit që ka qenë njëri i padenjë, është krenaria shqiptare 28 vite. I ka pas lançuar një ide për Ballkaniadën, e të njëjtën ide dhe Kadareja e shpalos ballkanizmi si ide për t'i parafruar popujt e Ballkanit. Popujt e Ballkanit mund të parafrohen vetëm atëherë kur të arrihet deri tek denacifikimi i kombeve slave. Kjo i bie denacifikimi i Serbisë. Nuk mund të bëhet pajtimi franko-gjerman pa një apologji nga ana e gjermanëve. Nuk mund të bëhet pajtimi shqiptaro-serb pa apologji nga ana e serbëve. Andaj mendoj që në Ballkan është e nevojshme fillimisht do të thotë ky denacifikim, pranimi i realitetit, ekzistimit të tjetrit, si mundemi të bashkëbisedojmë nëse ne nuk e pranoj që ti je këtu. E tash njëjtën vijën shqiptarët dhe serbët. Ne i njohim ata, ata nuk na njohin ne. Do të thotë nuk është e logjikshme, nuk është paradoksale të kërkohet thjesht një qëllëzim franko-gjerman këtu tek ne. Është paradoksale. Kjo arrihet kur fillimisht pranohet tjetri. Jo rastisht edhe gjithmonë vihet në pa pranojeni tjetrin, ekzistimin e tjetrit. Dhe mendoj që mund të ketë perspektivë edhe ky nënqiell, edhe kjo tokë e cila ka prodhuar shumë herë vëner dhe gjak, nëse fillimisht nisemi nga ajo që të pranojmë tjetrin, të dimë se kush kemi qenë, çfarë kemi bërë, sepse nëse ti ke bën elaborate për shfarosje të kombeve, gjithsesi elaborate për shfarosje të shqiptarëve, dhe ti i mohon ato, për çfarë pajtimi mund të flasim atëherë? Ti ke shiqur mund të më zhdukësh, është një shprehje në çrrënjosësh, deracine. Dhe tash si mundemi ne të arrijmë deri aty që të bashkëpunojmë nëse synimi jetë është të më shfarosësh. Andaj mendoj që duhet edhe tek serbët, edhe në Serbi të mbizotroj fryma e apologjisë, në mënyrë që edhe atje fryma e Dimitrijo Tucovicit,
Dhe në mënyrë që edhe atje të fillohet të mendohet nga dalë të dilet nga shablonet shovene dhe nga shablonet e së kaluarës, nga shablonet e Grashaninit, e Moleviqit, e Cvijiqit, e Qosiqit dhe gjithë iqeve të tjera. Pra të ndahen nga e kaluara errët e tyre. Jo vetëm të ndahen, po ta dënojnë ata, sepse të ndahesh është diçka tjetër, po duhesh ta dënosh atë. Sot në Gjermani nuk ekzistojnë emra Adolf, as Hitler, ndërkaq në Serbi madhërohen kriminalet e luftës që kanë kryer krime. Në vend që të dënohen, në vend që të mirret mësime nga e kaluara, në vend që të shkëputet dhe të dënohet e njëjta. Jo rastësisht njerëzit që kanë kryer, do të thotë në kryer të ushtrisë serbe kanë qenë si Ljubica Diković e shumë të tjerë, janë ende sot pjesë e Akademisë Usharake të Beogradit. Dhe imagjinojmë se me çfarë mëllejti dhe me çfarë doktrinesh i edukojnë ata gjeneratët dhe për çfarë europianizmi mund të flasim ne. Ndërkaq përderisa në fqinjet tanë, do të thotë armatosen deri në dhëm, ne flasim për integrime europiane. Integrimet europiane kanë si parakush pajtimin. Nuk mund të ketë pajtim në qoftë se ti militarizosh dhe spreh shpatën për të mos sulmuar një ditë. Mendoj që kjo është ajo. Kjo duhet të jetë si një mesazh edhe për politikanët tonë që i kemi. Fatkeqësisht i kemi të shumë në numër, por shumë pak në cilësi. Unë thash përkthej dhe i përkthyer gjithë në takime me ambasadorin francez dhe e di dhe se si mendojnë, çfarë thuan, çfarë duan thuan. Por me të vërtetë është e turpshme kur e sheh që në tërë këtë numër të partive shqiptare, qoftë këtu, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, mi bërë do të thotë sinqerisht gazebo. Një mesazh që e kisha dhënë për të rinjt, ai është le të punojnë, le të lexojnë, le të mirën aktivisht me sport, le të punojnë po ashtu edhe për ndërritjen shpirtërore dhe le të kuptojnë se vetëm puna e bën njeriu njeri. Ndërkaq letërsia është vërtet det pa bregdet. Nuk ka fare kufiň. Duhet të lexojnë shumë sepse posaçërisht në këtë kohë që njeh si shoqëri post-pozitiviste, postmoderne, shoqëri e dijes, kërkohet patjetër lexim, punë dhe përkushtim. Faleminderit shumë që edhe këtë. Faleminderit edhe juve për këtë vizitë dhe uroj që të shihemi në raste tjera. Për çdo herë për ndonjë vepër tjetër do të jemi këtu. Faleminderit shumë. Ju që keni ndjekur emision deri në këtë moment, faleminderit shumë. Edhe pse ishte ndoshta emision më i gjatë për dallim prej atyre që paraprak që kemi pasur, por shpresoj të ju ketë pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer, bëni like videon dhe bëni subscribe kanalin tonë dhe vazhdoni të na ndiqni për emisione tjera që do të kemi para jush për javën e tashme. E deri atëherë, mirëmbëjtje dhe miru takofshim të mërkurën tjetër. Nëse nuk kemi ndonjë ndryshim plani, kemi ndonjë video tjetër më herët. Faleminderit shumë e takohemi përsëri.